është paradoksale, por gjithë është qeveria, është Ministria e Mbrojtjes që pjesëtarëve të FSK-s, ushtarëve tanë nuk ju kanë paguar as shtesë. Pra, nëse thuhet se s'kemi para, unë do të kisha të rekni paralele. Nëse merrni pasqyrën e prezantimit të ardhrave personale të zyrtarëve të shtetit, ju mund të shihni se sa para ata marrin për udhimet jashtë vendit, do të thotë ka buxhet. Ndërsa për ushtarët tanë, për policët tanë, se nuk mund t'i ndajmë, thuhet se nuk ka para, apo çfarëdo justifikimi tjetër është e papranueshme, është e pandershme dhe antiligjore. Mendoj që nuk ka më vështirë se sa për një ushtar apo për një polic që janë thirrur për mbrojtje të atë dheut dhe për sigurinë e atë dheut, të detyrohen të bëjnë një ankesë apo pa dinë këtë rast ndaj shtetit për cilën janë thirrur ta mbrojnë dhe ta sigurojnë. Çfarë të themi, këto do të jetë përgjegjë Ministria e Mbrojtjes dhe qeveria. Nuk është faja as të ushtarët edhe kjo është realizohet që moti, të realizohet çdo muaj, e jo të pritet edhe të detyrohen engjëjt mbrojtës të Kosovës, ushtria dhe policia që të bëjnë padi kundra shtetit vet. Po sikur të kishë bërë, ata do të ishin paguar. Nëse çdo ditë thuhet se po rritet buxheti i ushtrisë dhe është prioritet mbrojtja, në anën tjetër, ne prej dikasterit të kësaj qeverie, në këtë rast Ministria e Financa, refuzon që të bën pagesën e orëve shtesë të ushtrisë edhe të policëve, atëherë cila do të ishte përgjegjja që do të jepte qeveria. Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Financa janë që të dy resort qeverisë Kosovës, cili është konflikti i tyre brendshëm, apo ndoshta Ministri i Financave ka diçka kundër ushtrisë dhe kundra policisë. Në këtë rast më shumë kundra ushtrisë Kosovës.